nuk do të lëviz nga vendi robi apo biri Ademi ditën e gjykimit pa u pyet për pasuninë e tij, çysh e ka fitu edhe çysh e ka harxhu. Kjo është një argument që njerëzit në përgjithësi, po besimtarët në veçanti duhet me pas përgjithësi dhe duhet me pas synim këtë pikë. Edhe fitimi halal, po edhe harxhimi. Dhe ju e dini se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë për tregtarin e mirë. Ka thonë është në ditë gjykimit, është me pejgamberët, me shahidët, me njerëz të mirë. Ku ka vlerë më të mirë për një tregtar që punon me halal është fjala, që punon i besueshëm. Prandaj u cek këtu puna mashtrimit. Një rast se këtë Imam Ebu Hanife me atë ortakun e vet kish ndëgju se i kish bon hile pak në shitje. E kish mashtru dikonin. Edhe thot, e mor vesh Imam Ebu Hanife, tha qatë fitimin që e ki fitu, du të me nda sadakata se unë se pranaj me ma përzi halalin me haram. Prandaj, na dim edhe një diçka që është shumë rëndësishme, që kom pas lexuar më herët, pikërisht që lidhet me këto dhe po e përmbyllim, nështë nuk do ta zgjasim më shumë. Thot, ka shkuaj te Imam Ebu Hanife dhe po e thot se s'po m'del paga, po m'pagun po ndonsi, po s'po m'del paga. Saki, s'po ma zën paga pagën, s'po di shka me bon, ku marrë me lyp dermaqi, thot populli, aty njerë ju dini, veç jate hoxhallarët, jate djetarët, s'kan pas zhjide tjetër, që atje një pjesë e njerëzve s'kan ditë shkrim lexim, normal u dosh mu drejtu dikun ku ka pas. Thot, sa ki pagën, si me thonë, sot një punëtor 500 euro. Edhe, thot, shko thuj punëdhonësit me t'i dhonë 400 muajin tjetër. Thot, mos po m'dal 500, e ti po m'thu 400. A ka me m'pyt mu? Unë, këshilla jam është kjo. Edhe shkoj, erdh muajin tjetër te vajtu. Tha, unë të kom kallëzu, të kom thonë që mu 500 nuk o të ndalë, ti po thu 400, as 400 si jam të ndalë. Shka me bon tash, a ka zgjidhje kjo punë, a ka dërma, po, tha ka. Thuj, shko, thuj 300. A ka me lyp, si me thonë, fetva, këshill, prej me, po, zgjidhje, po. Qështu po thamë, o kry, imam tha shkova, edhe 300, 2 muaj s'po vjenit. Edhe, kur u këthy, i buzqeshun, i gzum shumë, pe ka për qafe Imam Ebu Hanifën, dhe thot Allah i që përbleft, zdi thot qysh me ta këthy, tash 300 për mdalin. 500 së më kanë dalë, tash 300 për mdalin. A ka mundësi me ma të regu që të zhidhje, pse kështu? Qa ka ndodhë me mu? 500 së më kanë dalë, tash 300. Tha ti punën si punëtore ke bo për 300 euro. Si me thonë 300, s'ka pas atë euro, po pe bëjë për me të theshtu para audiencës. Edhe thot, ti ke bo punën për 300, amo ty ti ka dhonë punë si 500. Ta ashtu ka përzi halal me haram, edhe të ka hup. Prandaj, asë njëherë, se cili, prej nesh, dhe si mision, apo si mesazh, mision e kam qëllimin me pas se cilin në vete, po si mesazh nga ona jonë, asë njëherë mos mendojnë se pasunia e të fitumit apo të marrnit shumë, të bënd të lumtur, edhe ki me qenë njeri, si me thonë, me tarnat mira, dhe ki me gëzu gjithë shka, rahatije, qetësie gjitha. Jo, sepse shojmë shumë, si me thonë, firma, shumë korporata ndryshme, që falementojnë shumë shpejt. Sepse ata nuk e kanë zgjedhë as fitimin, po nuk e kanë zgjedhë as shpenzimin. Dhe më thonë, as që shpërfitojnë, apo asë që shpes shpenzojnë. Ata nuk kanë zgjedhë mënyra. Prandaj feja islame, edhe Kurani, edhe Muhammed Mustafa, a.s. edhe ditorët, këtë që kanë zirë, du të më kujdes mirë, që shpe fitajsh, edhe kadal, që shpe hargjësh, nëse dënë me pas lumëturin që të botë, po edhe me pas lumëturin në botën tjetër, edhe që kjo pasoni me qenë dëshmitar para te që me thonë, sigur Kurani që ka me dalë dëshmitar para neve, Ramazani para neve, gjitha punë të mira me dalë, me thonë, kjo e ka fitu halal, po a ka shpenzu në halal. Dhe më thonë, kjo është, prandaj, mesazhi ju është që le ta zgjedhin mënyrën e fitimit
mos shkojnë shablon, s'ka lidhje për çka fitohet, vetëm të mrejnë deri te pasunia.